që se Vysari më bëjt që ngritin një çështje me rëndësi për këto parti tradicionale, ndashta duhet me shku pak ma fell. Që të LDK-ja, ato që i kemi po, që LDK-ja realisht pas Ibrahim Rugos, në këtë që fort e ka gjithë vetën, edhe në çështë që por çka flet kjo, për shembull? Kjo flet që fatkeqësisht në Kosovë ajo që duket është që ende partitë e kanë vështirë me funksionu pa një lider të fuqishëm. Sepse kjo ka ndodhur me LDK-n pas Ibrahim Rugos, po e shohim me problemet e PDK-s, pa dy liderit historik, po e shohim që vendosja nuk arriti me ndërtu një strukturë më horizontale, edhe ajo ju desht edhe po funksionon me një lider shumë fuqishëm. Po edhe AK-ja realisht ta shohin tash me zotin Gjini. Tash kjo në një mënyrë, edhe po e kthej në anën tjetër. Kjo mund duket edhe shumë pozitive të kemi me një parti, do me thonë, gati gjysmë një treta një kuvendit që nuk me ndonë si dy tretët. Mund më konë edhe një proces demokratik, por me një kusht. Nëse vërtet arsyet janë politike dhe nuk ka luftë personash. Sepse na shpesher kemi po që betejet e mbrendshme, shpesher kanë qenë beteje personash. Ende sot dhe asaj dite nuk o që kemi kuptu realisht thelbin e përplasjes ose qarjes nismës me PDK-n në atë ku. Po ma dje edhe brenda vetë vendosës kur ndodhe, nuk o që forte... Shumë njerëz nuk e din as natë se janë. As vetë ata që kanë dalë për vëvës, e din ka njerë e pishë për shka kanë dalë, se s'ka pas diskutim mjaftueshëm politik, edhe atë nëse e marrëmi të LDK-ja me zotin Daci atëhere, e tjere, mos ta kthejmë historinë. Edhe këtu, që po do të Ermani dhe shta pyetje është që a ka kapacitet realisht LDK-ja, për shembull me te kalu këtë situatë, edhe më ngrit edhe më reformu edhe me shku atje ku pretendon me qenë. Sepse një erdher zoti Mustafa pas Ibrahim Rugos, Isa Mustafa, që mendu njerë që ja gjetën personin që ka me majtë unifikume, ka me ringrit, ka me këthy një identitet të LDK-s, po pastaj përsëri u kriju probleme. Njerë me zotin Osmani, me ajo që u qyke brezi Republikës, pikrish zoti Abti Gjiku vjen nga kjo frym pastaj, e cili pastaj edhe ajo frym shifët si një frym e renë LDK që ajo do të bëj ato që nuk e bëri sërisht. Pastaj Sadria ngrit një çështje interesante. Nuk ka parti tradicionale veç në Ballkan që kanë krizë, kanë pothuajse kudo. Gjithë Evropë. Ta shtrohet pyetja nëse vërtet parti tradicionale në Kosovë, e veçanërisht LDK dhe PDK-ja kanë potencial edhe kapacitete për me te kalu këtë situatë. Sepse a zgjidhet çështja vetëm me shkarkimin e zotit Abdi Gjiku. Se kjo çështja se fundi shkarkimi ose ndodh ose nuk ndodh. Po ajo që është edhe me rëndësi edhe nëse mbetet zoti Abdi Gjiku, çka nuk kupton politikisht po LDK-n. Sepse po duket që probleme u ma i thellë, edhe ma dje ma i thellë nga bashkëpunimi me vetëvendosin edhe PDK-n, sepse shpeshere o reduktu edhe politika në Kosovë o reduktu shpeshere ideologikisht, që po do të pondami kush është me PDK, kush është kundër PDK-s brenda partijës, ose për shembull kush është me vetëvendosin, kush është kundra vetëvendosin, është pak e cekt politikisht, sepse duket që problemet janë ma thella, por nuk po arrin të gjindën zgjidhjet edhe diskutimet e mjaftueshme politike. Prandaj edhe ne po thënë se sot Vjosa Osmani dhe Lumira Abdi Gjiku çka përfaqësojnë politikisht edhe ideopolitikisht për të thënë më shumë për LDK-n. Po çka